Projekti për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D përmes konsorciumit Bechtel Denka përfshin 90 gra dhe nga 5 njësitë e punës, 3 menaxhohen nga gra, tha menaxheri i projektit Joshua Baker në panelin e mbajtur në kampin afër Gostivarit, kushtuar 8 marsi ditës së gruas. Në panelin përveç të punësuarve morën pjesë edhe zëvendës Ministri e Transportit dhe Lidhjeve Kaltrina Zekolli Shaqiri dhe ajo e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Ane Lashkovska. Sipas menaxherit të projektit, në kantierin më të madh në vend, rreth 1600 njerëz janë të punësuar, 90 prej tyre të cilëve janë gra, që punojnë në një gamë të gjerë pozicionesh të ndryshme pune. These numbers remind us that it requires constant dedication and commitment to continue to grow. Këto shifra na tregojnë se duhet ende përpjekje dhe përkushtim nga të gjithë ne për të qenë më gjithëpërfshirës. Me zgjerimin e fronteve tona të punës, duke qenë se qeveria na siguron akses më të madh në tokë, një nga fokuset tona mbetet punësimi i grave të talentuara. Për shembull, në nivel global të kompanisë, më shumë se 25% e punonjësve janë gra dhe 13% e pozitave të larta drejtuese mbahen nga gra. Zëvendës Ministrja Lashkovska foli mbi atë se sa është e rëndësishme forcimi i pozitave të grave në shoqëri dhe promovimin e barazisë gjinore, inkurajimin e grave që t'i bashkohen profesionit të inxinjerisë dhe ndërtimit. Ova tribina danes ima jedna važna tema i je posvetena na ženite inženjeri, odnosno ženite vo gradezništvo. Kjo tribun sot ka një temë të rëndësishme dhe i kushtohet të grave inxhinjera apo grave në ndërtimtari. Kjo industri ende mendohet si industri mashkullore, profesion mashkullor, dhe gratë akoma luftojnë për ta zënë pozicionin e tyre të duhur në këtë industri. Besoj që sot me paraqitjen tonë dhe me organizatorin, ne sadopak do japim kontribut që gruaja inxhinjere në vendin tonë, në Maqedoni, ta zë vendin e merituar. Ne jemi ata që sot duhet punojmë që grave pas nesh t'u lehtësojmë rrugtimin në çdo fushë, ishte mesazhi që përcolli nga ky panel zëvendës Ministri e Transportit dhe Lidhjeve Kaltrina Zekolli Shaqiri. Sot unë këtu qëndroj në rolin e një nëne, një profesori universitar, zëvendës Ministrit të Transportit, por dhe një aktiviste për të drejtat e gruas. E dim që rrugtimi i grave, sidomos në këto profesionet të cilat janë të njohura më shumë, janë të servuara ose llogaritën sikur janë të dominuara nga burrat, nuk është e lehtë, por ne jemi këtu sot jo vetëm për të diskutuar, por për të sensibilizuar dhe për të forcuar së bashku për ta çuar këtë mision edhe më tutje që t'ju ofrojmë grave në shoqërinë tonë një pozitë më të barabartë për t'i fuqizuar ato dhe për t'u lehtësuar rrugëtimin grave që vinë pas nesh. Unë ju falenderit edhe një herë, porosia ime sot për të gjitha gratë është shumë e thjeshtë, asnjëherë të mos dorëzohen, gjithmonë të besojnë në vete, të qëndrojmë të bashkuara, të zgjatim dora njëra tjetrës që të arrijmë një vend më të barabartë në shoqërinë tonë. Panel diskutimi mundësitë për sfidat për gratë në ndërtim me theks në krimin e ndryshimit në barazinë gjinore, u organizua nga Bechtel Denka me rastin 8 marsit ditës ndërkombëtare të gruas.